Abuzimi komunikativ është një formë komunikimi ndaj dikujt që mund të jetë agresive, e dhunshme, gjykuesa, kritikuesa, poshtëruesa, zvogëluesa, nënvlerësuese, përqeshëse, shpresëheqëse e kështu me radhë. Fjalët kanë peshë. Populli jon thot që fjalët vrasin më shumë se plumbi ndonjëherë. Dhe fjalët të ngrejnë, fjalët të rrëzojnë. Pra fjalët që ne përdorim, mënyra e komunikimit që ne përdorim, është shumë e rëndësishme dhe mund të ndikojë dikë. Shpesh jemi të pavetëdijshëm për mënyrën se si komunikojmë dhe kur ky komunikim është një komunikim abuzues. Dhe në të njëjtën mënyrë, shpesh nuk jemi të vetëdijshëm kur dikush është duke përdorur një komunikim abuzues ndaj ne. Shpesh tolerojmë, shpesh besojmë, shpesh përthithim dhe lejojmë që të veprojë tek ne, japim fuqi një personi që komunikon në mënyrë abuzive me ne. Kur jemi të vegjël, shpesh ne shprehim dëshira, ëndra që duam të realizojmë, kush duam të bëhemi. Dhe na i presin krahët, shpesh të rriturit mund të na thonë kush je ti, kush mendon se je ti për të besuar, për të krijuar këtë gjë. Ti s'ke për të kombinuar asnjë gjë në jetën tënde. Ti je një hiç e kështu me radhë. Këto gjëra jo vetëm na heqin shpresën, por nëse ne i besojmë të vërteta, ato bëhen besime dhe programe brenda nesh dhe udhëheqin jetën tonë kur bëhemi adult. Nëse ne i besojmë vërtet që kush jam unë për të bërë diçka dhe unë s'kam për të kombinuar asnjë gjë në jetë, atëherë vërtet unë mund të tërheq në jetën time, të krijoj në jetën time situata të vazhdueshme sabotuese në mënyrë që të tregoj, të konfirmoj që unë nuk kombinoj asnjë gjë në jetën time. Dhe shpesh, nëse unë kam qenë një viktim e një komunikimi agresiv, një komunikimi abuziv, mund ose që vazhdimisht të tërheq në jetën time persona të tjerë që komunikojnë në mënyrë abuzive me mua, ose të bëhem unë personi që komunikon të përsëris në mënyrë të pavetëdijshme komunikimin abuziv të për shembull të prindërve, të gjyshërve, të mësuesve e kështu me radhë me persona të tjerë. Është e rëndësishme që të bëhemi të vetëdijshëm për të gjithë këtë dhe si gjithmonë, në momentin që bëhemi të vetëdijshëm dhe në momentin që ndërmarrim një veprim për të ndryshuar, për të shëruar, për të transformuar këtë gjë, ndryshon edhe mënyra jone e komunikimit me veten, me të tjerët dhe ndryshon dhe mënyra e komunikimit të tjerëve ndaj nesh.